Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me sipërmarrës në zonën e Ksamilit. Duke i falenderuar për pjesëmarrjen në takim, Gjiknuri u shpreh se me lobimin e tij ka sjellë shumë investime që kanë përmirësuar cilësinë e jetës në Ksamil, por mbi të gjitha është përmirësuar ndjeshëm klima për bizneset tuaja. Kjo zonë sipas Gjiknurit progresin e ka bërë gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste. Ai theksoi se programi ekonomik i qeverisë fokusuar kryesisht drejt zhvillimit turistik do të japë më shumë të mira materiale. Vota për Partinë Socialiste ka një dritë në fund të tunelit dhe në këtë drejtim që po bëhet gjithnjë më sfidues, u shpreh Gjiknuri. Me veprat edhe aktivizimin tim kam sjellë shumë investime që kanë përmirësuar cilësinë e jetës tu, por mbi të gjitha kanë bërë më mirë të mundur bizneset tuaja. Ksamili e keni ndërtuar ju të gjithë, që keni ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë, dhe kjo është bukuria e Ksamilit, dhe keni bërë Ksamilin strehën tuaj dhe motorin më të rëndësishëm të turizmit. Kam shumë krenari që u drejtohem juve dhe kërkojmë mbështetjen tuaj, pse jo edhe për çështje të cilat duhet ta shqetësojnë edhe interesin tuaj, po mund të jenë në themel të zhvillimit të kësaj zone, me qëllim që nesër pas nesër t'i adresojmë edhe më mirë interesat ekonomike të kësaj zone. Kjo zonë progresin kryesisht e ka bërë gjatë qeverisjes Partisë Socialiste. Dhe thash personalisht kam dhe unë një shenjë gishti aty gjithmonë për të mirën e zhvillimit. Patjetër që programi jon ekonomik i fokusuar kryesisht drejt zhvillimit turistik do t'japi më shumë të mira materiale për ju. Rrugët po përmirësohen, më vjen mirë që dhe rruga Sarand-Ksamil do zgjerohet, kështu që problemi i trafikut do të lehtësohet në verë. Rrjeti i ujësjellësit është bërë, energjia është përmirësuar, ka nevojë për shtesë sepse me rritjen e kërkesës. Problemi i ujit për mua do të jetë problemi kryesor dhe për këtë do më keni mbrojtësin dhe jam shumë i bindur që ne me qeverinë e Edi Ramës ne këtë do të realizojmë. Vota për Partinë Socialiste ka një dritë në fund të tunelit dhe në këtë drejtim, që po bëhet gjithmonë më sfidues. Preferuar kandidaturës së tij ai theksoi se është kthyer me shumë dëshirë tani më me një sistem të ri zgjedhor ku kandidon me emrin e mirë, zgjedhja në të cilat për herë të parë kërkon debat personale për t'i përfaqësuar edhe për të qenë deputet i tyre. Gjiknuri pohoi se diferenca mes forcave politike është shumë e qartë, pasi përballë Partisë Socialiste qëndron opozita që nuk i ofron asgjë qytetarëve dhe që nuk ka asnjë shpresë as për të ardhur në pushtet. Gjiknuri deklaroi nga takimi me sipërmarrësit se opozita aktuale nuk ofron asgjë konkrete zhvillimore për këtë zonë dhe për problemet zhvillimore që ka zona, ndërsa pohoi se Ksamilit, Sarandës dhe gjithë qarku të Vlorës i duhet një zë i fortë politik. Jam kthyer me shumë dëshirë, tashmë me një sistem të ri zgjedhor ku kandidoj me emrin tim, hera parë që kërkoj edhe te ju votën në emrin tim, më vin fjalë është i dal Damiani. Jo, Damiani ka nevojë për votat e të gjithë qytetarëve të Ksamilit. Pse? Për t'ju përfaqësuar për të qenë unë deputeti juaj. Dhe këtë ja u kërkoj në mënyrë drejt për drejt. Ju doni një përfaqësues të provuar, me eksperiencë dhe që ka treguar veten që u ka ndetur në krah për gjërat që keni pas nevojë. Diferencën mes forcave politike ne kemi shumë të qartë. Nga një anë kemi një forcë politike si opozita që nuk ofron asnjë gjë qytetarëve dhe besoj këtu jeni dëshmitar vetë që nuk ka asnjë shpresë as për të ardhur në pushtet, po nuk ofron asgjë konkrete zhvillimore për këtë zonë. Dhe problemet zhvillimore që ka Saranda, ju duhet vërtet një zë i fortë politik. Sipërmarrësit e pranishëm në takimi garantuan mbështetje kandidatit socialist Damian Gjiknuri.